Kushtet në të cilat produktet ushqimore tregtohen janë jashtë çdo standardi higjieno-sanitar. Ato tregtohen pa ambalazhime në mes të shiut dhe plerave. Kushtet ndaj të cilave janë të ekspozuara produktet ushqimore janë skandaloze. Ato shiten në mes të llucës e papastërtive. Jemi në tregun e stacionit të trenit këtu në Tiranë, ku përveç mallrave ushqimor që përshiten në krahun e majt tonin, në pjesën e sipërme kemi parkimun e motorave, çantat që shiten përballë nesh, edhe në krahun tjetër është tregu industrial ku shiten nga rroba deri në kupuz të vjetra, ngjitur me tregun. Ndodhet një sipërfaqe 250 metrë katror në zemër të Tiranës e pranë instancave shtetërore, ku aty tregtohet gjithçka, nga gjiza tek pulat, nga rosa tek lepujt, e deri tek mjalti vaj i ulliut. Si mund mbledh një mall mes rrugës njerë, vetëm lëvizje makinave, është kancer, asnjë gjë tjetër, sepse pluri e mikrobi aty do të shkojë kancer, kështu po vdesin njerëzit. Po edhe qumshi edhe mbulmeti jashuar, pas pati frigorifer, si do shitet. Me marrë një shesi me kova atje për jashtë. Habi të madhe të ngjall qumshti, që si dihet as prejardhja dhe as data ambalazhimit. Dhe pasi shitet, shishet boshe mblidhen për të rimbushur e për të udhëtuar të nesërmen drejt Tiranës. Specialistët e Agjencisë Kombëtare Ushqimore për Tiranën tregojnë se ka patur përpjekje për bashkëpunim me bashkinë, por kjo pa rezultat. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit vazhdimisht ka kërkuar bashkëpunim me bashkinë, nuk kemi arritur të arrijmë një marrëveshje ose të kryejmë bashkëpunime të tilla, përveç se për akti normativ. Papastërtive të shumta këtyre produkteve ushtohet edhe shiu acid, që shkarkon mbi to llumin atmosferik. Perime dhe frutat jo sezonale të shtojnë ndryshimin nga bukuritë e tyre për kimikate e substancat të përdorura pa kriter. Ligji numër 9902 për mbrojtjen e konsumatorit në realitet nuk po gjen zbatim. Të gjithë konsumatorëve tanë të bëjnë zgjedhjen e duhur, si drejtohen për blerje vetëm subjekteve që plotësojnë kushtet dhe standardet e nevojshme për të tregtuar produktet e ndryshme ushqimore. Po të isha unë sonte eliminuar i natës, nuk do më vinte keq. Sigurisht që do më vinte keq, që sa asnjë nuk dëshiron që të largohet nga gara, po për mua ishte një eksperiencë e mirë. Për konsumatorin shqiptar, mishi i shpendëve tregtohet pa etiketën e skadencës. Sipas zyrës për mbrojtjen e konsumatorëve, kjo etiketë është domosdoshme pasi afron blerësve sigurinë ushqimore të produktit. Mishi i shpendëve tregtohet pa ambalazh
etiketës kadence duke rrezikuar shëndetin e konsumatorëve. As vetë shitësit nuk din të thonë se sa kohë ka ky lloj mishi në treg dhe sa kohë duhet të qëndrojë akoma. Për zyrën e mbrojtjes së konsumatorëve, ky lloj produkti ushqimor ka të detyrueshëm me ligj, ambalazhimin dhe etiketën e skadencës. Sipas ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve, ka një detyrim tregtar që pushet një mall të shoqëruar me dhënë përkatëse. Dhe në këtë dhënë ai parashikohet që të paraqesë origjinën e këtij produkti, çfarë ka ky produkt, masën dhe kostin. Pra do thotë kemi një treg të parregulluar, nuk jep informacion e duhur, dhe për konsumatorin kjo është rrezikshme se nuk e di se çfarë merr. Konsumatori, edhe pse është i vetëdijshëm për rrezikun e këtij lloji mishi, sërish e blen atë. Unë shikoj bile se shikojnë se bëjnë edhe falso, i fshin vjetër dhe fusin të reja. Duket po të kesh një syt në pref, kesh i kujdesshëm me shikon. Tash në këtë periudhë tjerë dhe në këtë kohë që erdhi me vazhdime, do të ham deri në festë. Di unë tash këtë nuk merret vesh fare këtu në Shqipëri. Po mund të ketë shumë kohë, mund të ketë në edhe ku ta dim ne tash. Ndërsa nga Agjencia e Kontrollit Ushqimor shprehen që kjo situatë të marrë fund, organet përkatëse duhet të marrin masa, por edhe qytetarët nuk duhet të blejnë asnjë produkt pa etiketën e skadencës dhe ambalazhin e duhur. Për amerikanin e parë në lajme Cenquela Hasa. Gjithçka varet nga provat që do të bëjnë, sa të suksesshëm do jenë në prova, do i arrin të kalojnë provat. Ripërdorimi i shisheve plastike është një rrezik i vazhdueshëm për shëndetin e qytetarëve. Ripërdorimi i shisheve plastike është një rrezik i vazhdueshëm për shëndetin. Kjo sepse, sipas studimeve të publikuara në revistën Shkenca Toksikologjike, sa më shumë të ripërdoren, aq më shumë këto shishe çlirojnë në ujë apo lëndjet që përmbajnë lëndë të rrezikshme si bisfenol A, antimon, stiren e të tjerë. Të njëjtat studime i lidhen këto kimikate me një sër sëmundjesh si çrregullime në shëndetin riprodhues, ndryshime prekanceroze në gjoks dhe prostat, obeziteti, insulinorezistenca, një gjendje që paraprin shfaqjen e diabetit, migrena e të tjerë. Shishet plastike shihen se janë praktike e shumë përdorimshme dhe ripërdorimi i tyre është pjesë normale e të përditshmes. Edhe pse njerëzit